Unë them, ishin Sazanit, hajde bëjeni atë investimin që keni për të bërë edhe na runi këto kufite, këto zhurmat që janë nga brenda, nga një terrorist si Saliu. Kështu. Kishte ardhur Jared Kushner, bëndri i edit. Po. Shpajti një fjalim edhe ai tha do bëjë një projekt fantastik, se mendohet që ka një lloj bllokimi aty. Në fakt në Zvërnec kanë filluar, po njerëzit nuk e dinë ku do investojnë në Zvërnec. Në fakt ai do investojë në një zonë që s'ka shku njëri deri tash, më kupton? Sepse është si zonë planetare, ajo ka punë kolosale për të bërë. Do duhen bazamentet e njërin tjetër. Bonifikimi, elektrifikimi, urbanizimi. Kënedë valla. Si që thamë me zërë në ato. Po jo ma, të në zoj që do ja u lëmë, se qohen këta. Si që e thamë kënetat, se në mysë të ajo më shkonja. Po ne e thamë më shumë, po varje. Po pra, si që thamë ato ajo është. Dikur nga Durrësi në Vlorë shkojmë shpejt në rrugë detare, se kështu bje një 3-4 ditë nga toka. Edhe për fat ai kishte thënë që do investoj, nuk ishte ndruar mendje nga këto. Do marri një e di kush është poshtërsia këtu kur thonë që ja shiti Sazanin. Ai në fakt do bëj Sazani është 2 male, ka për sa ha një fshat turistik. Një mal. Po. Edhe ai se po ta merr tokën, thjesht është investitor, siç kemi qindra investitorë tuaj që vinë këtu edhe blejnë tokën, bëjnë investim. Sala nuk la bashkëtarët vetin pa edhe me 1 euro, po këtu e ka problem tek Kushneri, po e mori Kushneri atë që të ndërtoj aty. Dhe po të shohësh gjithë baxhellat kështu në shitën, e morën Sazanin. Po, dhe nuk flasin. Nuk flasin, jo, e di kush flasin, këta që shkojnë të bëjnë pushime në Greqi. Po. Për shembull, unë s'kam dëgjuar grek të thotë që na e zum Bregdetin. Po, e vërtetë, po, shumë e vërtetë. Jo, po e the marrin për psikopat. Nuk janë rregull nga trut e kokës. Pikërisht. S'kam dëgjuar as në një turk që thotë na zum Bregdetin, po ndërtojnë resortin Bregdet. Turqia me ato resorte mbahet. Shkojnë shqiptarët, resortet e turku shkojnë. Këtu nuk duan të shkojnë. Asnjë Maqedonas. Po. Jo, asnjë Maqedonas që kanë një liçen. Po që ka i tuf investimesh ruse, amerikane e tje me bravo. As Malizi. Malizi, bravo. Pa fund investime ruse në 2008, 2009, shkoja shpetën. E di që është interesante me Sazanin? Asi Malazez nuk thoshte po na e blejnë rusët, po na i që ata edhe një bëllë shtet janë, e ke parasysh? Me Sazanin është interesante sepse asnjë suanku kur po përdorej si kështu poligon nga British. Trupat speciale. Nga trupat speciale. Ka hudh bomba mrena dëng. Edhe di që po mendoja, imagjino mos ja japin Kushner. Që ato janë dhe mendotje, ndosin ambientin. Imagjino tani për një moment mos ja japin Kushner. Atja japin ati shqicit lagjës time, fruta perina. Ja dhe oligarkët do thonë, edhe ati. Edhe në që se japin ati, po oligarkët do thonë ja japin. Pra nuk është se do binë dakord që të japin ati shqicit. Mirë do ishte edhe ati shqicit. Po s'ka lekaj. Po të them edhe ati shqicit, po të jepshin, mjafton t'i vesh emri, ja dha oligarkët. Kështu që nuk është se është kena i shans me fituti kushdo me investu ati. Nuk e fiton do të beten me ignorancë nuk e fiton do të është të mashme, por kjo e Kushner, sa i patë një fjali që atë fjali në fakt duhet ta përsërisim pak që ta kuptojnë Kushner. Jo, po ta kisha thënë ti ose unë, kja këta që i lëpihen e diramës, një fjallë. Se kur e lexova unë fjalimin, vizioni ti, një tjatë, vizioni Ramës, më mahniti, më ashtu, bëje folti të ashti, si Kushner, edhe kur të lëshohen. Jo, kur e kam thënë këtu që e ka bërë Rama, se ka bërë PS-ja, më janë sul. Jo më, po natyrisht unë e shoh me sytë e Kushnerit, edhe vetëm fjalia e Kushnerit, ajo në fakt duhet ishte analizu, po thujse në gjithë panelet, nëse të kishim pak trum, sepse një person vizionar që tërheq, le të themi, në jahti, edhe jahti kishte emër, të heq një si Kushner, kuptomi që kalibri është,
Jati Rothschild. Po, tregoj që je në një rrugë të mbar të kësaj situate që ndodhet gjithë bota. Pra je në rrugën më të mbar ndoshta se gjithë venet ballkanike. Po, e vërtet është. Kjo është. Po, kjo lexohet mbi të. E di çam bëri përshtypje tjetër Amarildo? Takimi te Jati Rothschildit. Ti e di, po unë po e them se ndoshta ka ndonjëri që nuk e di. Rothschildi i parë, që ishte hebrej, gjerman, lindi 5 kalamaj, krijoi bankën dhe i tha naca lekti do shkosh në Francë, do bësh një bankë aty. Ti naca lek do shkosh në Angli, do bësh një bankë aty. Më duket e ka nisë nga Anglia. Poshta. Edhe se fiksova, mi qenë se s'kandër mund të marrë në i kredite e i, thash, që më duhet. Po e qoj në 4 vende kryesore, njëri të mbajti në Gjermani, njëri në Austri, tjetëri në Spanjë. Dhe sa për informacion, ata që formuan shtetin e Izraelit janë Rothschildët e Anglisë, ata e investuan. Madje edhe një kryeministër që kishte emrin d'Izrael, i cili gjithashtu Macronin për shembull ka punuar te bankat e Rothschild dhe ata e morën nga hiqi, i thanë çao mundi këtu se çe je i mirë, nuk punon, s'ke rendiment, hajde të bëj president Francë. E më president Francë. Këta janë, domethënë. Ata që janë njerëzit më të pasur botës. Numri 1, 2 vjen duket mbreti i Anglisë, 3 vjen nuk e di kush vjen, po janë këta tjerë, po këta janë kështu që e kanë pasurinë me jo, këto janë të paktën po të futesh të dëgjosh dokumentarët e tyre ose të lexosh rreth tyre, janë më të frikshëm se vetë frika. Janë motorri i luftës dytë botërore, nga donin këta u anote fitoria e luftës, etj. Kështu që për atë Shqipërinë që s'llogaritet fare në luftën e dytë botërore, jemi në rrugë të mbarë. Kështu që duke pas këta parasysh, do më kam shpresë që Shqipëria do vazhdoj në rrugë normale, ndërsa Saliu, kjo është e gjithë çfarë kërkon, pra ai 6 milion që nuk kërkon pastrim në emrin aty, shumë mund kërkoj për fëmijët e vet në lejni këta se janë të vegjël në gjoa, mos i futnin burga. Sepse ka dhe kjo, që mos i futnin burga, lej kështu po. Vegjël po me vjop dishën. Tani po them, japës ato 6 milionët, mos të t'i fusin burg këtu. Ti plasin në t'i kalbin mre, nuk del momër, por kalamoni. S'po delër jo Velia, si pa akuzë. Eksaktësisht. Imagjino ato. Imagjino me akuzë. Kështu që nuk kishin për të pastruar emrin, dhe gjua e përdorur gjithmonë, se duhet që ndoj shumë pak kjo gjua e përdorur, se kjo gjua e përdorur nuk është kursy asnjëherë shqiptarëve, domethënë ideja që një gjë se unë do ta bëj luftë, një gjë se unë do ta bëj zjarr, një gjë se unë ta bëj, domethënë ti mos ja kursesh edhe kur s'ke byll me bëu asnjë gjë, domethënë do t'ju shpall terroristët, ka filluar fletë si Trumpi. Po, domethënë gjua e tij për 35 vjet sa e kemi, që kemi pas fatin më të keq në botë, kemi një terrorist si ai, shumë ashtu gjeni në lëkurën e vet. Është fatkeqësi për Shqipërinë. Shiko, në projektin, sepse ne nuk e diskutuam, se ne e bëm të premten të shtuar ndodhi kjo, ajo që më bëri përshtypje është fiksimi Rothschildëve për ta transformuar në një hub turistik jugu në Shqipëri. Mos harrojmë që janë ata që kanë bërë Korfuzin, domethënë ti po të shkosh në Korfuz, këta që ankohen për plazhet, mua më ka ndodhur të shkoj, doja të shkoja në një plazh, më thonë ndalohet hyrja, se domethënë ne që ishim në hotele, ishin ca plazhe që duhet bëje bëthën copë në përshkëmbim, nuk ato që ishin plazhe i kishin anglezët për veten e tyre. Morën të futeshim se nuk e dinë, thamë dini për jashtë se është i filan grup vilash, ishin grup vilash anglezë. Pra këta e kanë bërë Korfuzin, mirë po grekët nuk ankohen, po këtu paguajnë që të fillojnë të bërtasin këta anët, jo po se
çadra 4.000 lek, këta e dunë në çadrën pa lek, edhe shkojnë të hanë bostan aty, t'i lënë celvat e bostanit aty, pastaj të kthehen prapë në nesërmen, pa lek, prapë. Dhe më bën përshtypje fiksimi tyre me butrintin, ata e bën butrintin, dhe më bëri përshtypje diçka se u quan ca zëra e mban, mund pse ta marri fondacioni amerikan, se ai kryetari fondacionit, me sa duket ka qenë këmbgulja e Rothschildëve që ta marri kë. Dhe fakti është që ky fondacioni që e ka marrë tashti i ka arritur të ardhurat me disa herë. Ma thanë Eritan Ceka se nuk më i thasha, a është e vërtet kjo që mund shkoj degradimit? Jo, dhe s'është e vërtet, ata më kanë bërë mua kryetar bordi, si arkitekt për t'i kuruar, dhe janë rritur të ardhurat me disa herë, do më imagjino që shvjedhur aty nga këto biletat e njërën e tjetër, plus që kanë bërë punta. Dhe sa duket është investimi këtyre, që të bëhet butrindit, bëhet Sazani. Unë kam frikë se do na e marrin, e ke parasysh ne luftuam, se kemi luftuar shumë ne për pamparësinë e Marildo. Në 1913, për shembull, ishim gjithë me Haxhi Qamilin, Bumbabën, për zumë edhe Ismail Qemalin.